Të udhëhequr nga motoja mjaft heshtëm, rinia e Gostivarit ka thirrur sërish një protestë e cila do të mbahet nesër në qytetin e Gostivarit. Sipas organizatorëve, me anë të kësaj proteste synohet që t'i thuhet stop diktaturës kundër fjalës së lirë, të kundërshtohet falja e kriminalëve politik, të garantohet liri, barazi dhe drejtësi për të gjithë, të jepet përkrahje prokurorisë speciale, të bëhet regjistrimi i popullsisë pa manipulime dhe të formohet një qeveri ekspertësh e cila do ta përgatisë vendin për zgjedhje dhe demokratike. TV2 sot realizoi një anketë me qytetarët e Gostivarit për të kuptuar se sa ata e shikojnë të arsyeshme mbajtjen e kësaj proteste dhe gatishmërinë që shfaqin për ta përkrahur edhe fizikisht të njëjtën. Po, pa tjetër duhet. Ju a do të merrni pjesë? Po, pa tjetër, me gjithë familjen në dhatë. Pse me pa bulimit e Ivanovi si e dha, pse di është ajo para kohës, se ata kriminalët si kanë bërë këta vepra gjoja, atë për ata duhet mirën masa. Ivanovi çka boni me vëmëron, që mos i zbulojnë këta veprat e ative, mos dënohen, dhe t'ja bulojnë, dhe t'ja si, e për që ata tash duhen t'i hikin kësaj rasti, kësaj gjoja, ama për atë duhen dënohen ata në qeverisë, pa tjetër. Ju a merrni pjesë gjithandej ku mbajnë protesta kundër shtetit? Po, ka mbajt protesta aty unë marr pjesë, gjithmonë. Trebat, po mene trebat. Bie dalite presit? Sigurno. Po što befi prethodnio ili imаше skoro, ako je ista ta organizacija, sigurno će biti. Obavezno, zašto sam protiv tih raboti mnogo. Po mene ne upropastija kao država, kao narod, kao ljuđe, kao sve. 1000% će prisustvovati. Ju, a do të merrni Po do në marrë pjesë, valla, jo njerë, pa 1000 herë do marrë pjesë. Shkojmë ku të shkojsh, gjithë në mbytën në mund shpirtin mo. Ku të shkojsh? Me libreza jemi, shkojnë pagumë privata me doktorët. Unë frujë më Gruevski dhe Aliameti, gjithë bëjmë ne. Pse du qeveria në hiq? Mendoni se duhet protestohet? Pa duhet protestohet edhe kjo qeveria duhet zdrohet. Qeveria duhet zdrohet. Ju, a do të merrni pjesë nesër në protestë? Unë e nuk, se jam pensioner, unë jam pjak, bërë pjak jam unë. A, për rinia po, për rinia duhet. Edhe këtë duhet ne mendojmë për rinia në bas neve që shë rinia, për më nuk ekziston më. A rinia duhet ta luftojmë për rinia, ta qelim vend punës, gjithë natën shëtejse në për kafiqat, gjithë ditën në për parka jonë, edhe për rinia s'ka punë. Ju, a do dilni nesër në protestë? Po nëse ne kitë jena këto jena, këtë jena ne jetëm këto. Dali, me shbërdali, që është qaj shpër. Qaj është. S'di, farën me politikë nuk mirëm, nona, me punë nga rende, ashtu i kom rritë fëmin. Në që është dënjadë, nona, i kemi fëmin. S'di, dvinë ndrohet, në këti kimi fëmin më afer, shumë ma mirë të jetëm. Po duhet se ka nevoj për sende këtila, ka nevoj që duhet protestohet dhe janë sende që nuk duhet tolerohen. Duhet pronoj popullin këtë aspekt dhe duhet dilet protesta. Ju da do dilni konkretisht? Po t'ju them mendoj se po, se kemi nevoj për këtë protesta dhe duhet në këtë aspekt të jemi më aktiv. Po inshallah dhe marrëm pjesë. Se edhe na jemi kundër, edhe Ivanovit. A morët pjesë në protestën para prake që u organizuar? Po, morë dhe prapë do marrëm prapë. Se ato punojnë pa lidhje punojnë ato. Ato shumë në mundojnë neve ato. Me se këmë dhe gërën. Mundaj një kryqje? Se ko ima pravo na protesti, ustavon mu dozvolува. Само да немат немирите и работи, да бидат мирни. Само тоа. Po sigur të shofim, duhet dali kretë. Ju a do dilni? Po të shofim. Shofim në si gjeve. A me duhet dali kretë, që është vetëm gjurëse. Da, mislim neka treba. A vi e dali që i stezete? Po, duhet. Ju a do dilni nesër? Do dalim. Afan Elezi, antari i Këshillit Iniciativ, njoftoi se protesta do të mbahet me datë 19 maj me fillim në orën 19 dhe njëjta do të fillojë para gjykatës së Gostivarit për të përfunduar në qendër të qytetit, ku do të prezantohen edhe kërkesat e protestuesve. Ata bëjnë thirrje që kjo formë organizimit shoqëror të përkrahet nga të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësisë etnike apo politike, sepse siç thonë ata, pasojat e dëmeve të shkaktuara nga kjo qeveri peshojnë mbi të gjithë ne.